Atëherë i kthehemi drejt pas drejti, debati është shumë i madh, prandaj edhe dua t'i largohem. Shpesh Maria, jemi prapë në rastin që jemi filluar. Siç të thash herën tjetër, kur kalon reklam, mbaron reklama, vjen sinjali, fillon. Okej. Shpesh në fakt dikur kam pas bërë shumë tema, shumë debate të forta, edhe më pëlqen, edhe s'më pëlqen. Sepse s'më pëlqen ndonjëherë kur miqtë e mi që ftojnë studi, gjithë ata që jam zot shtëpie dhe i konsideroj të ftuarit e mi, nuk kam shumë dëshirë që t'i shoh që të goditet me njëri tjetrin, megjithëse sot dëgjuetin për klikime e tjera, kjo stimulohet nga produksionet, nuk jam një nga ata, jam ky që jam. Okej, pa vjen në studiet vin Kulluri me mbrëma. Kulluri jemi bashkë si kandidat i koalicionit Djathtas për Zhvillim, jenë në qarkun e Vlorës, apo? Tani, metoda ime nuk është ajo klasikja në këtë pjesëmarrjen tënde në këto 60 minuta që kemi, tonë që për shkak do të bëjmë pyetje për programin për këto gjë, sepse ajo do kërkonte një bisedë kokë në kokë. Mendoj që duke thyer në prizmën e aktualitetit situatën, gjykimi jot është gjykimi i forcës që ti përfaqëson. Megjithatë, pyetjen e parë po ta bëj, në fakt si duket kjo fushat, dhe domethënë pozicioni jot, ne për shkak kemi parë që Rama kërkon gjithmonë më tepër një, nuk e di, do ma kupton që pa një vegës, pa kupton do një ngjarje, do një fabul që të kapet për ta bërë më interesante, do thoshte dikush, më pikante fushata. Dhe në këtë rast, për shumë ka ikur nga Berisha, i tha bufi, këneta, atje, u morë me Latifin që ishte Civita, tani është marrë me një 3 ditë e vuri fokusin ke Vrenozi. Dhe si shkoj i alypi për i kafe atje, ky sa pranoi, se unë më dalin llafe, pastaj shkoj mas 30 vjetësh Vrenozi piu kafe me Berishën, u bë sebeb kërkesa për kafe e Ramës. Tani, jo është gallata apo është fushat, sa po ndodh? Unë mendoj se Rama vetëm shif në kamera, do shif në drejtimin e Bekos. Unë mendoj se Rama do përfundojë te ujku të Cerrikut me këtë ritëm, megjithëse nuk ka shumë kohë, se janë disa ujq, një shijakut, janë disa të tjerë. Ky është niveli fatkeqësisht i artikulimit të kryeministrit. Për disa arsye, Tori. Spari mendoj që mbas 12 vitesh nuk mund të flasësh për integrimin në 2030-ën, por duhet të flasësh për bilancin që ke. 4 vjet e fundit sidomos. Po i lë 12. Rama këtë se bën dot. Qeverisja është tipike shqiptare, e zgjatur, e lodhur, e korruptuar, e konsumuar, pa ide, pa vizion, por ecet me iden të shtyjmë ditën të dalë ku dalë. Dhe kjo është ajo që unë dalloj edhe në media, me se kam shumë pak kohë të ndjek fushatën e madhe, pasi si kandidat që shumë miqtë mitë jemi përqendruar në qarqet tona. Së dyti, mendoj që edhe opozita kryesore, dejmë sot që është Partia Demokratike, nuk është në gjendje të replikoj politikisht kryeministrit, sepse është një opozit që më shumë ka hallën mbi supë se sa mund të ngjallë një besim të dikushme. Këtu është ka të ndisur kokoshin i thellë, kemi 2 partitë e mëdha që po shkojnë tek kocka e militantëve, pjesa po themi më besnike, por që kjo të çon në numra shumë mediokër dhe unë jam i bindur nga ajo që po shoh për ditë, takimet, perceptimi që kam me njerëzit, që nuk do kemi dot një majorancë të asnjërs parti. Partia Demokratike është jashtë loje për të arritur këtë qëllim, shumë larg 7 mandateve. Tani gjitha sondazhet japin Partia Socialiste fituese, Partia Demokratike. Partia e parë, jo parti fituese për mua. Me sa shikojmë situatën në Vlorë... Kush është ndryshimi Partia e parë, parti fituese? Partia e parë do të thotë që... Ka nevojë për koalicion? Po patjetër. Nuk kap 71. Nuk i kap 70 për mua. Partia Socialiste. Ti e di që unë nuk jam në falkuar i partive, besoj që kam ruajtur një ekuilibër. Të kam ftuar për të dëgjuar, nuk kam se... Dhe dyta, jo, po them edhe që ta kuptojnë njerëzit më mirë dhe paneli. Kjo janë se gazetarë që, më thënë, janë pak, janë shtuar, që ftojnë të ftuar, dhe pastaj japin ata mendime, japin kështu, dhe ti dëgjon nga njëri që artikulon mendimin tënd, shndrohesh të dëgjosh. Unë nuk jam një nga ata. Jo, se me kohë dhe rrjedhin njerëzit, por nuk është kjo fazë. Nuk kam dyshim të kjo. Jo, faleminderit. Pra, artikulohet. Ajo që po them është që pse dalin 70, pra kjo është pyetja. Pse nuk dalin 70? Rama thot, unë kam dëgjuar dikush që thotë që ne marrim 78. Shiko, po ta shikoni, Rama në një muaj ka rënë nga 85 në 78, 74, padje tha 71 kemi të sigurta. Normalisht që çdo politikan, sidomos partitë mëdha, mundohen që të arrijnë. Ku është shef Rënin? E shoh në çdo rrugë të Vlorës, sidomos në qytet. Në Vlorë.
është situata e pa pranueshme. Është Vlora Kështjella e Ramës. Jo, Vlora është... Ka qenë paktën. Vlora ka qenë historikisht bashkë me Shkodrën dhe Tiranën, letra lakmuse e zgjedhjeve. Nuk të kam bindje, Shkodra ka një specifik, sepse duke pas disa aktorë lokal do ketë një copëzim më të madh votës se në qarqe tjera, për shkak prezencës të Tomdoshit, partive të reja, por besoj që Vlora, Fieri, Durrësi, Elbasani, Korça, Shkodra, siç e thash, do kenë një fragmentarizim të votës për shkak të pakënaqësisë madhe me qeverinë dhe për shkak të një partie demokratike që është ku Treqa Metri, jo sot, prej vitesh, paktën prej 4 vitesh, por unë kam thënë 8 vjet më parë, jo sot. Kështu që kjo ku çon, kjo çon në rrudhën e partive të ndaja dhe në një kategori të madhe që është vota gri, e cila ka dy zgjedhje. Ose do votoj partitë e reja, ose do bojkotoj zgjedhjet. Unë mendoj se do ndodhin të dyja. Do dëgjoj pak, mund të bëj një sekond se do dëgjoj pak zotin Bekun që është në pozicion e politologut. Do të thënë, unë nuk mësohem dot me këtë. Po edhe politikanit tregjur, e ka këtë. Po ka qenë, po tani thot jam politolog, dua të jem si politolog, ka një lloj neverie nga politika, kujtun se është bërë shumë mirë, unë kam pasur gjithmonë fort. Tani si politolog, me analizën e kullurit, e ke pas mik partie Gjona, do si, tani u po të skuptohet janë hedhur shqiptarët kundër shqiptarëve dhe për shumë njëri që te ke pas mik ose mund të ke pas shef të ke armik për vdekje. Po çfarë si ka? Si politolog mund të analizosh gjithë në mënyrë të barazlarguar. Je dakord me analizën e... Po, në masën më të madhe, patjetër jam dakord me analizën e kullurit, sepse edhe unë kam të njëjtin perceptim, shoh që e thash edhe në fillim të emisionit, pa ardhur kulluri këtu, që elektorati i ngri që unë e shikoja të shpresoja shumë që të përkrak të partitë e reja ose dhe partitë e vogla, nuk e shoh tani kaq entuziast ndaj partive të vogla dhe mendoj që gafa ishte kjo, nuk e ka në dorë kulluri, mos realizimi i një objektivi që donte gjithë opinioni publik dhe merrjen e kisha dëgjuar përrjen e polit të tretë. Tani parcelizimi i partive të vogla përballë atij unitetit të madh, media, pushtet mediatik, pushtet ekonomik dhe pushtet politik, i zvoglon gjithmonë më shumë partitë e vogla, por ama ka dhe një mundësi tjetër, është ajo që fushata der më der, shpi më shpi, sepse në aspektin mediatik, dy partitë e mëdha kanë dhe më shumë kohë televizive, kanë dhe teknologjinë, kanë dhe paran për të përdorur rrjetet sociale dhe shkojnë më shumë. Kam dy gjëra me ty, do më falë, mora pa kohë, do ta kompensoj. Ti akoma mendon që mund të ketë kanë shqiptarët këllë që të bëjnë një portret, e disa vite ka mund që të gjojë portret? Po këtë radhë ishte mundësia, sepse u godit Berisha, pra Berisha u izolua... Që Meta ka dash të bëj portret, Skëndej Gjinushi ka dash të bëj portret, po flasim, por u bën kingmaker, fillon... Po, sepse nuk bjen bashkë, luajtën thjesht për pushtetin momental. Po, e mamën sa përqin ka pas Partia Socialdemokrati që ka sot Toma, që ka pas Gjinushi, edhe unë da prapë pas Kalbino, edhe unë da prapë po pra, se ka luajtë vetëm për interesa publike. Sa mund bëhen bashkë një grup me fishës, me fleshta? Mo kollaj mund bësh që thes fleshta se dy shqiptar bashkë. Kurse partitë e mëdha kanë disiplinë. E pesi e mori Saliu me disiplinë. Përdeja nuk ka disiplinë. Saliu e mori me forcë tani. Saliu e mori me metodat, e mori me meritën e vet, e mori me dhunë. Do të në mënyrë. Po e kishte vetën ai. Tiranike kishte vetën. E kishte se kishte vetën, por shumë faktor, mos analizojmë atë pse e mori. Çdo. Çështja është që ai e mori, por është e pamjaftueshme për të dhënë pushtet. E mori po nxori. Zhej për herë të parë, po themi që Partia Demokratike nuk është më parti pushteti. Se më Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë qenë parti pushteti. Fakti që Partia Demokratike nuk është parti pushteti, ky boshllëk që është krijuar këtu duam ne do mbushet. Dhe pas datës 12 do ketë më shumë bjerje nga rrallët e PD-s dhe Berishës. Kështu që po, problemi është që leadershipi që ka partitë e vogla nuk është i mjaftueshëm. Kjo nuk i bin njerëzit, domethënë, që të vënë tek këta. Kishin pritshmëri të larta. A ti e përjashton mundësinë që partitë e vogla të marrin mandate? Po, vazhdo. Jo, ne thash, do marrin mandat, por nuk mandate, nuk e çajin, do marrin mandate, por nuk e çajin dot. Me që ti the që Partia Socialiste merr 70. Kjo është mjaftueshëm. 9. Jo 70, nuk i merr 70. Dakor, 9-70 pa 9, okay. Sa merr PD-ja sipas prognozës si bën ti? Shiko, Partia Demokratike doktorit? Kam pasi fatkeqësi që janë bërë Kassandra e PD-s në 2017-2021 dhe e kam gjetur në kokë rezultatin e humbjeve. Për shkak se njihja situatën. Sot në kushtet që jemi, e kam të pamundur të shkoj në prognozë të saktë. Pra nuk them dot
kaq PD-ja, kaq PS-ja, kaq Partitë e Vogla. Por këtë një gjë sa një fal. Duke dhënë PS nën 70 ti lirove 70 vende këtej. Nga ana tjetër. Po. Ta do von 70 i ka. Po mendoj që partitë e reja do jenë minimumi 12 vjeçë. Po, 10 deputet partitë e reja. Gjitha bashkë? Të gjitha bashkë, po. Gjitha Partitë e reja në Tiranë turi me lajmi më mirë do jetë të vendek 7-8, për mendimin tim. Ta mbaroj, lutem. Po, si ndahen ato? Besoj Tirana është 6 deri në 9 ose 10 mandate Partitë e reja. Po si do ndahen nuk ta them dot. Nuk e ndan. Nuk është sigurt. 6 deri në 10 në Tiranë, po rreth. Partitë e reja. Po në qarqet e tjera. Qarqet e mëdha, patjetër Partitë e reja kanë shumë të vogla. Po ta them unë ty. Në Vlorë, Fier, Shkodër, Elbasan, Korçë, Durrës Partitë e reja janë në lojë plotësisht. Pastaj se ka e Tom Doshit nuk e quajnë Partitë e reja. Jo, i quajnë Partitë vogël. Atë ta marrë termin Partitë e vogël. Po, ke drejt. Po nuk i favorizo kodi zgjedhor se coptohet vota. Të lutem. Me matematik, me sistemin dëhorn që ne kemi, në Vlorë sot, që të merret mandati 11 ose 12, duhen nga 6.000 deri 7.000 vota, jo më shumë. Pra nuk duhet përqindja matematikore votave. 8.000 sa i bie atje Vlora me pjesëmarrje të rëndë. Sepse mbetet e mëdhaja mundin mbetet e vogla të partive të mëdhaja. Kështu që ti mendon se asnjë parti e vogël nuk do marrë 7.000 vota në 106.000 në Vlorë? Në këtë situatë politike që jemi, Ilir. Po të ishim 2 ministre gjishir, nuk po them diçka. Unë kam më shkërkuar nga bindja demokratike të kandidoja me ngulm 2 ministre gjishir. Kam pasi bisedë gjatë me zotin Kolosi, zotin Patozi dhe me disa janë miqtanët. Nuk pranova, sepse nuk ishte momenti, Ilir. Jo se PD-ja fitonte. Nuk ishte krijuar kjo mas gri kritike. Mos harro që kanë kaluar 4 vite nga kriza e PD-s, që e ka përkeqësuar, dhe 4 vite të tjera keq qeverisje. Zoti Kulluri, njerëzit të reflektojnë. Atë, kjo është një nga arsyet pse Rama, po themi, diversifikon në betejën politike të thonë, ka bërë programe gjëra ato pensionet, kanë kaluar kështu, por nga ana tjetër merret me etiketime, me batuta, pra për të sensibilizuar këtë pjesën ngri, thua dhja, apo... Që të mbaj radhët sa të mundet, se pjesën ngri nuk e mërë do të më. Ti me e bëm me qëllim... Qa i këm partive të mëdhaja, nga blu dhe në kuq, në gri, nuk thejet më mas 12 vitesh. Nuk thejet. Nuk ka shanse, të shqit, edhe ti e vjetër... Ta pus një sekund Ramës për latifin e për të gjëra, apo do keti replik të Kullurit? Nuk e di që se po fut Rama, do futemi në panel tjetër. Futu replik pa hyrje, direkt, pa pam. Gjithë problemi është që... Kjo se ke replik. Jemi një realitet ku qëndrimi i elektoratit ndaj Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është debatus në këtë rast dhe përgjithsisht janë të papranueshëm këto dy partitë. Pra ka reagime ndaj tyre. Çka do të thotë që në këtë kuadër përqindja e elektoratit gri si quhet do rritet. Në momentin kur partitë e vogla grupoheshin, gjithë ky elektorat gri unifikohej dhe thonte po japim votën, po japim drejt një faktori i cili është faktor që kontribon në politikën shqiptare dhe ndikon politikën shqiptare falë për masës së tij, se është jo pak, është 10-15%. Çka ndodh thoni? Janë prodhu 6 parti. Vërtet në Tiranë këta marrin 10, po do t'i pjesësh për 6, dhe kur i pjeson për 6, formula 10 mandate harroje, po. Ta harroj unë? Po. Po do vësh një basta? Bast. Jo, nuk thanë Tiranë, jo. Ta vën basin. Prisi kamerën ti ku do. Në 10 Tiranë. Në 10. Pra, arsyetimi. Arsyetimi. Merket 20 deputet partitë e vogla. Fakti që janë prodhuar shumë parti... Se ti njeh më mirë, po kodi nuk i të sopto këta? Po duhen 12.000 vota për një mandat. Edhe herë të vazhdoj. 20.000 për 2. Të vazhdoj. Është në 5.000 vota. Po 12.000, që ose merë 10 Tiranë, do me thonë do merë ka 120.000 Tiranë, partitë e vogla. Të vazhdoj formulën se do të dalun të kjo, prandaj... Po ditë shpejt, se nuk e kuptojmë do. Ti fut margjë tani. Futja. Atëherë, fakti janë 6 parti do të thotë që kjo përqindje elektoratit gri ka 2 element. E para, nuk përdon besueshmërinë për të orientuar të njëra e besueshme dhe ato që diskutuam me Shabanin është, orë zotëri, nuk vihet në tavolina me programe, thua ky është programi im, votoni numri 6. Sepse do të përdosh ti si individ besueshmërinë. Nuk mund të flasësh mua me aktivitetin e shoqërisë civile që futen politikë dhe thuaj më besueshëm se kam denoncuar. Po pse? A është bëri besueshëm ai? Po them nuk është bëri besueshëm. Dhe kur janë 6 nuk janë besueshëm. Kur janë 1, para gjykim, jo analizë, para gjykim.
Ligji elektoral sot është të mërësisht penalizues për këtë të 6. është të mërësisht penalizues, sepse kur ata nuk arrin të marrin votat që në shumatore bëjnë 10%, 10%, 6 deri në 10 mandate. 6% e flasin njerë, pastaj shkojnë mandate, se 6 deri në 10 mandate, unë nuk e di ku do bëhen, në çfarë. Dhe me opinionin publik. Në cili qytet? Se në qytet gjithmonë funksionon skema. Edhe po vajte në Kukës që janë përqindje do flasin. Pastaj ta depres. Okej, Njësoj mandati Kukës me Vlorë. Zoti Meçe do më lejosh ta mbaroj. Nuk e ke mbaruar. Po Mbaron me zëma ka legal. Çka do të thotë? Çka do të thotë që përfundimisht Tiranë do të marrë vota partitë vogla? 10 mandate. Përfundimisht, unë parashikoj futjen e 1 deri në 2 deputet nga 3 grupimet e mëdhaja që janë të vogla, Ku gjithse? 3, kaq. Maksimumi 6 veta që Nga cilët duhet tre dhe toma i ka dhe unë me optimizëm maksimal do t'i kërkoja të ishim parlament, sepse në atë parlament duhet zëri protestës. Por ka një gjë që ngritja e teorisë zërit protestës... Sa protestës... zore në analizën të në sa deputet? Maksimumi 6. Një grup parlamentar nuk ka jepti. Vazhdoj. Si grup parlamentar ata? Ata i ka marrë Ton Doshi për ka të vitit. Jo, iqe Ton Doshi, shiko edhe njerë. Iqe Ton Doshi. Ton Doshi ka një... Jo, një minut, se Ton Doshi është tjetër gjë. Ton Doshi ka 2%, po i ka dhe një zoni që 20% pra ka vota direkt një zonë. Pra ishtë, për lerë Tiranë, mëse nuk merë vota në Tiranë. Po kujti ti? Po ta them unë. Ka thënë që da majtë. Por nëse e ke ndarë ti rezultatin apo mos do dhe mi kot në pushatën. Beni edhe një. Gjithsesi. I numëron Celibashi vota Domik, jo ti. Tom Doshi ka një specifik në ndryshim nga gjithë ta. është me 2% shkallë kombëtar, por me aq përqind sa merr një deputet në zonën ku ai është. Mirë, drejt, dakor. Dhe atë do ta marrë. Pjesa tjetër. Mos bëj koment tani me çfarë mund ta bëj. Kuluri dhe pastaj po. Atë kishte replikë me Meçën. Po. Bëj. Atëherë. Kamera së dy përballë. Atëherë, që temi që dhe pastaj me një mua pëlqen më shumë flas me panelin. E kam zakon. Po fol me panelin, po shif aty pa shif Bejkon. Shif mua edhe forse. Si jenë aksin e kamerës. Tamam takon shofa nduenën për të frymzuar. Se është bukuria e studios. Edhe mendje. Ka ardhur në flirtu këtu. Duhet të e kam mikesh tjetër. Vazhdo. Ska që po. Kemi respekt. Vjen nga Amerika. Po nëse të merr minutat ai po vazhdo. S'ka problem. Zonjat kanë precedencë edhe nga zgjedhjet. Duhet kemi të qartë një gjë. Zhej, formati i një politikani të pjekur me formatin e një politikani akademik shive tani. Dakor se pedagoga dhe ky është shumë më komunikativ me elektoratin e vetë, se ajo format, se ata i kisha gjithë probleme kisha, po nuk duhet ndryshe formatin, zotë, në shumë i mirë, po mos bjerë në kurtë dhe me fuet që kështë për thonë. Shive formati komunikimit. Tani po temi fjallë, unë kam dalë partin time. Ti ja merr me të but minutë. Shive ku që jam unë. Ati ja merr me të but. Nuk funksionon me të but, njëri që ka negociuar 3 muaj për të bashkuar partitë e reja. Dhe unë për të i ka mequ kapelen. Një, për sensin e ti politik. Endri është djali që ka quar një nga njerëz më të pasur Shqipërisë pak, mos harro kurrë. Dhe kjo do të sa gjëra kuadrate, nuk është çështje. Më lene tani të mua vetë ka qurë s'pak tani më përflisi ka qurë për atë të parën jemi në regullë. Po ke quar dhe ti Lul Bashët kemi thënë bravo, apo jo? Po, jas jam politik, pra jam si puna jote që flasë të se nuk do të thotë që du t'jem politik, do t'se kam shpënë s'pak. Këtë po them, pra që t'kesh një cilësi, nuk do të thotë që du t'jesh politik. Po përqenë shumë debati, po jo të smisi, debati. Do të kemi qartë një gjë. Po të them dhe njëherë, Partia Socialiste nuk është imune ndaj rebelimit të antarësisë dhe elektoratit saj. Kur ka humbur Ramiz Alia me 28% në vitin 92, Drama do humbi vota si Çeço në 11 maj. Sa ajo ishte diktaturë, kishin sigurimin e shtetit, kishin një aparat të madh dhe ishin ideologjizuar. Jo, po them këtë pra, se Beni mendon që Rama kemi jetuar të dy situata tani mos Beni mendon që Rama është Iron Man. Rama është Iron Man për kauçuku. Kush e zuri? Lodër. Se thash do më burr. Po ta them unë pra. Nuk thash fare. Më mund të interpretoj gabim. Kullur nuk Rama nuk është i patyshëm Beni. Nuk është një situatë në Ramizin. Në 90-ën me situatën e fortme. Të lutem shumë. Njeriu me mbështetje më të madhe ndërkombëtare. Po mirë, ne të marrë, unë të lash tani. Okej. Qose jeti fushat, unë analist, të ndrojmë rolet, s'ka problem. Atere, njeriu me mbështetje më të madhe ndërkombëtare. Një plan portret për kullurin, të lutem, se është fushat. Njeriu me mbështetjen më të madhe ndërkombëtare. Njeriu me mbështetjen popullore më të madhe në 34 vite ka qenë Sali Berisha, në vitin 92. Është katandisur sot
që nuk di ku ka kokën. Rama s'kam shtetin Nuk ishte ndërkombëtar. Saliu më të ne ishte kauza Arburi dhe Ose. Lexo raportet e Parlamentit Shtetit i dashur. Nuk ishte Saliu ishte kauza. O, Kulluri ishte kauza më. Për Ramën vlen marrë. Po jo, më nuk ka të bëj më. Kur më thua, ishte njeriu mi për kauza, ishte kauza, jo Saliu. Po tash, Beni, nëse e kandidat deputet thuhet bëjmë debat. Mirë, tani të thuash më Saliu ishte më i kotuari, ishte kauza. Ka marrë 78% ose dyshim apo Tori apo jo. Vetë se ka marrun si deputet i ka marrë. 78% mora. Me që i more ti. Nuk do të thotë që po lejnë i Berisha semit e këtyre, por mos i merr gjithë për vete me. Tani ta mbarojun argumentin tim. Po tim. diskutosh 22 qershorin për përqindje tani jemi situatë tjetër për tjetër, prandaj po them. Okej, fol. Fol, po nuk do flas më. Po mos bëjmë depresim. Okej. Kulluri, Ajo që po them unë ty është. Ti zotri, se jemi edhe takuar. jep numra. Mos u drejto se 1 minutë. Po e bëre replik me atë. E ushqen me kundër replik. Unë nuk kam marrë të bëj. Të lutem. Po jo, më thuaj. Po unë jam gati të bëj bastin tani. Jo, Gjashtë kam thënë. Një sekondë. Më thuaj pse kush është argumenti që ose kundër argumenti që partitë e vogla ose unë e quaj alternative se e vogla më duket. Jo, i paragjikon kujt dihet, mund të jenë nda nesër. Pra, ç'është që ka partitë alternative marrin kaq shumë deputet sipas llogarisë dhe ku i gjen ti këtë? Jo, po ta them, po e shoh nga gjendja. Ka gjendja Si të thash? Nga gjendja e PS-s dhe e PD-s. Gjendja në qytet, gjendja në fshat. Çka? Po më thoshte një Tani se po më the për Vlorën, Vlora është zbukuruar shumë, se ka investuar shumë ato. Po, dakord, fasada, po dil nga mbrapa në përlagje në Vlorë, thuja në amësatore, pa hyrë rrugë akoma, se ka nevojë të futesh makinë. Dakord, ti e di më mirë se unë. Modeli fasad i kësaj qeverie duket vetëm një gjë. Po të marrë një aspekt të zonës nga unë kam origjinën dhe jam dhe pjesërisht banor, zonë e Dukatit. Turi 12 vjet, zero investime në ish bashkinë Orikum. Zero, ma. Zero. Është bërë rruga Lumit Vlorës, shumë mirë. U lidhe me Poçemin, Vllahina, shumë mirë. Shkon në Velsh, shkon Smoktin, shkon Bolen, shkon në Veshdanisht, shkon në Recepaj. Ti marrë gjitha me radhë, shkon Gumenic, shkon në Lepenic. Lepenic është buzruke gjanë, Laparda. Zotri, Edi Rama punon vetëm për fasadën. E di pse? Sa që kupton, më? Këta që mendojnë që Rama është një shtetari, ka një gabim. Për mendimin tim. Pyetja kryesore. Ja për rrugën të flas i kam shëtit vetë gjithë të ditë. Dimër e di, edhe rrugën Durrës Rama ka bërë. Nga Tirana në Sarand, ishin bërë rrugët... E dimër e di, leva të përre bëri Rama në 2007. Nuk e di që ka bërë rrugët ishin zhvillu. Unë me s'ke këtu, kemi qenë ne. E di lani, Gjorgastrit. Tani, edhe njerë, i dashur, ka 12 vjetë pushtet. Unë nuk isho 7 miliardë euro në vitë buxhet. Nuk isho në punë. Isho në shifra, isho në parlament, nuk isho në punë. Nuk isho në punë. Kjo është e vërteta. Pse nuk isho? O sy që po të marrë një gjë, se jemi miq bashkë. Për shumë, çfarë do të bëj kjo qeveri që unë kam marrë angazhim dhe personal nesër në parlament të Këmbgul? Po pse duhet marrin 65.000 socialistë që shkojnë vetëm një herë në muaj marrin rrogën dhe një herë 2 vjet bëjnë vota? Duhet marrin rrogën qyl dhe nuk ja u jep pensionistëve. Më thot njeriu im 82 vjeçë që as 2 pula s'kishte fuqi të mbante në Brataj. Ku të shkojë me 110.000 lekë muaj, o të keqe në nërë. Turi, këto janë gjërat. Problemi është... Po pse e thot ajo këtë? E di pse është pa drejt kjo. Jo se nuk ka para. Ka, po shpërdorohen. Para ka e një prisë e makinat e kise. Kulluri, të dash... Se s'janë në para në e di, po që para ka këtu... Të dash më shumë kohë dhe të sigurova qëtësime që janë pushat. Problemi është që Shabane që ishe për para te, ju hodhën gjithë në fytë për një arsye. Për ty, se duket ti je më komunikative, tha Beni, ti je më... Nuk provokon. Problemi është që denoncimet dhe akuzat i bëri më tegra dhe meqa vetë që dhe në emision. Sepse gjatë duhet bënë më mirë, ka shumë mangësia. Problemi është që është rruga. Të rruga jemi, se ne të rruga ndajme. Pra është rruga besueshme kjo që keni ju, apo sjeni, dhe ta marrë pyetje se kam të komplekse. Shqiptarët tu rrudha, në thotë, ore, është anekdota e Gomarit me atë që bën me Samargjiu, e diti. Kur vdi Samargjiu, gjithë gomerët e fshatit fillon të hedhin valle. Një gomar plak rind aty dhe nuk hidhte valle. Erdhën ta gomerët e ri thanë, o xhax, pse kërcej dhe ti? Po ç'të kërcej, tha, kujt djetë si vjen Samargjiu ri, tha, ky vjetin ne kishte marrë masën e kurrizit, tha. Edhe na vjen një ri, tha, dhe na e bën, tha, kurrizin gjak. Tani ideja është, shqiptarët e kanë të sindromën e gomarit plak, thonë, ore,
Jo, ma isha jena mësume vlerësojnë integritetin e kandidatëve. Tani më thuaj. Ashtu. Tani po flas ngurësisht për ne. Po. Që nga dashe Tenke Ledi, unë dhe Zatë Krup, Ipsen e Lezi, që është boshti i këtij koalicioni, dhe jemi njerë... E të tjerë. Dhe disa tjerë, Valeri Selda, Gron Kaplani, tjetër. Ben Muqa, student djetori. Kemi diferencë nga partitë tjetër. Ama me të studentët që djetorit. kam thënë gjithmonë. Mirë, si që ta mbaroj, dakord. Lutem. Se ti gjithmonë keni gjë për të, po ta mbaroj. Edhe unë kam shumë gjëra për të. Jemi i vetmi grup nga partitë e reja që kemi eksperiencë gjatë politike dhe kemi treguar që kemi bërë betejë brenda partisë. Pastaj kemi dalë në garë edhe me kundërshtarin që është në pushtet. Pra, kemi treguar integritet, kurajo. Një. Jemi e vetmi koalicion që jemi të qartë nga pikpamja politike. Pse apo më emrin djathtas? Sepse jemi të djathtë. Jo për të përjashtuar popullin e majt, të lutem Tori. Po them disa gjëra. Një. Çfarë kemi thënë? Kemi thënë çështën e pronës, ne jemi gjithë familje pronash. Duhet kthehen të gjitha pronat e lira nesër, nuk na pengon asgjë. Po s'kamër kullur, jam vetëm për pronën time, kam pështoj vetë, nuk ka... Qa po më të s'kamë, unë kam 200 hektarë të mijat janë lira ti plua s'ka, qa po fletë? A janë lira meri, po t'jen lira unë i mërë, Po më gjopë plasë të burë. Po ja, po t'jen lira po. Po qa po të më së Ta se prona, se unë kam pronë për konstruksion dhe më thanë vetë ti gje, ku të ta morës, nuk ka. O, Ilir, 75% e fondit të prona në Shqipëri janë kullota, pyje, livade. Janë të gjitha të lira. Nuk u do qefit i këthejnë. As partijës time ish, as ti sot. 2. Qa u kushton të bëjnë decentralizimin? Njerëzit sot, të gjitha rrethinat e qytetet mëdha janë të pa përfaqësuara, janë të pa dëgjuara, janë të pa shërbyera. Merë rast e Tragjasit. Vjen kryeministri, e merë ujin e i fshati që ka 2000 vjetë fshat, që s'ka lënë pushtus pa luftuar, dhe ja qonë shoku tim palaz, që të lajnë, më falë për shprehjen, prapanisën në pishina, këta që pastrojnë legët. Kjo të duhet qeverisë normale ty? Dhe u thot në telefon, janë sa të çmendur në Tragjas që protestojnë. Kush i thot çmendur ky? Kush është ky më që i thot sekretari vetë çmendur? Që e kanë votuar 78% 2021. Dhe unë s'kam asgjë. I kam njerëz të krajinës. Okej. 3. 2 të thënë. Jo, se po më bëre 1 minutë. A më pyete ku i ke identitetin? Ja po ta Jo, them. nuk thash të identitet, thash alternativë. Po alternativë. Po më ndalove këtu, më bie emisioni i ofraja. Vajti të Shabani tani. Me që kullur. Të Shabani. Po ti ku vete ti? Jo, të Shabani që kishim këtu, jo. Tani po mua, jo me mua të bën. Po jo, po tamam atje vajte. Jo ironi me mua. Jo. Sepse këtë minutash po bën fushat elektorale, po nuk jemi në këtë panel. Po çfarë jemi ti bëj fresk Ramës tu? Jo, jo, kullur. Deri tani asnjë Jo me mua to se jam ndriun. Deri tani. Jo me mua, të lutem. Deri tani. Arben, po të lutem jo. Deri tani, do të zgjedh 2 paketa për lalit ja çosh në burg. Deri tani, unë nuk i kam bërë gjysmë elozhi Ramës. Ke zënë 4 herë në gojë që i bën elozhi Ramës. Unë se kam zënë në gojë Ramës. Po pse u bën nervoz? Për kë i kishe këtë batut atëre? Për kë? Për ata që thonë që Rama do fitoj prapë, ku nuk do fitoj. Kush e tha këtë gjë? Po nëse fitoj. Ti vetë burse i rritur. Po nëse fitoj që mos i është. Jo, duke qenë përballë Jo, do të thosh për jo konkretisht. Që ti e përpara njerëzve, përpara njerëzve, tu fol këtu. Më thuni jo, pse ju jeni djathtë dhe është aplikuar djatha deri sot në Shqipëri dhe ka pas dhe ka realisht djathtë. Jo kam qenë tani gjithë aty. Shumë e cunguar, shumë e cunguar. Atë, prandaj kam dalë vetëm, se do të kaloj pak. Do isha aty. Nëse realisht nuk kemi të djathtë, kemi më mirë nga vjet djatha. Ku i kemi pas në fisnikët elitare. Aristokratët, mrezit. Zoti Kulluri, Debalia ka hapur një podcast. Po ja për të djathtë një podcast që titullohet Ti e ke më qartë se djathtë, ka dhjetë djathtë. Do të reklamë për ty apo jo? Ore, mund ta Debalia ka hapur një podcast që quhet Xhiro me syçi. Dhe ti mund të vetë ftohesh, të ftohesh, të shkosh aty. Se këtë kam qenë. Të shkosh aty dhe ta bësh debat për djathtën. Se ne kemi spektë më gjë. Po syçi jon. Si? Po i kërkon syçi jon këtë debat. Po i kërkon, po ndoshta po bën se thosh po të karremin për marrë podcast. Është rasti. Dhe ta fusim një atë provën e syçit për podcastin më të ri që ka filluar, është vetëm ke numri 2 do fillojmë me të tjerë. Publicitet dhe kthehemi për pjesën e fundit e emisionit.